familjar shumë i afërt të bën dase me muzikë. Prindrit më bëjnë shumë presion të shkoj çfarë të bëj. Alhamdulillah, sot askush nuk mund ta detyroj askënd me asgjë. Jeta është e lirë. Njerëzit po shkojnë po bëjnë lloj harame. Fëmit, edhe prindrit po e mshelin gojën. Edhe ti në këtë rast, përderisa ka muzikë. Mos shko, se ke patjetër. Shko te ky i afërt para darsmës. Respektojë, nderoja, çoja një dhuratë, bënja për hajër. Bënja në shërbim kryej nëse është i afërt shumë. Kur vjen dita e darsmës, mos shko fare mas darsmës hapet. Shko, bënja prap një shërbim çka ka nevojë. Pse me kompleksu, pse detyrimisht ata që janë fetarë dhe dojnë më rujt prej harameve, pse detyrimisht ata gjithmonë me qenë viktimat, se po i dhënohet ky afërmi pse po bën me muzikë. Andaj mos e bëni kompleks kaq shumë. Nëse i dhënohet pastaj pa fajin tonë, s'ki që i bën ti. Na jemi për mos mu i dhënu, mirë po s'ken që i bëjmë as kujt.